Shiko, unë jam nalë mu këtu ke kjo zemra këtij kantirit të grup përpunimit që bëhat për bazaltet, edhe jam nalë me Klodin, unë nalë në mënyrë të veçantë. Klodi Lame, ha? Klodi Lame. Klodi, ti çfarë punon ti këtu? Unë jam mekanik, saldator. Mekanik, saldator. Dhe punon këtë makineri, që është makineria më shtrenjtë këtu. Duhet thys, po ai perfekt, ha? Punon mirë, shumë burr kjo. Mirë po. Edhe du të them një gjë tani. Klodi është djali i shokut tim, Qazim Lamës, që rrin tek ura e fanit. Edhe ka i gjë, Klod, që shkur ke fillu me punu ti? Që në çfarë moshe? 18, po edhe më parë, sepse Qazimi i ka mësuar me punë. Edhe Klod, unë flas shpesh herë për djem të ri që rrin parazit për kafe. Edhe nuk kanë nuk bën asnjë punës, limonës familjes, limonës kanë, konsumojnë pensionet e prindërve. Dhe këtë djalë tani do ta marrin shembull të gjithë. Ja ju them edhe djemve të Rëshenit. Merrni shembull nga Klodi që është rrit në vështirësi, një lind atje te ura e fanit dhe është, domethënë, ajo është emblema e parkut që ka qenë dikur, ajo ato shtëpitë, kolibet drasave të tjerë, pra fëmijë që rriten në vështirësi, po ama ban si Klodi që është duke bërë punë të mëdha tani këtu. Kështu që ti do kesh emrin tan, kontributin tan në rrugën e Lurës. A je i kënaqur që po punon rrugën e Lurës? Po, është gjë bukur që po bëhet kjo rrugë që vite që prit. Ha? E tani mirë që Pra, a të pëlqen ky veni këtu? Freskia është më e mirë. Freskia aty. Se ju gjuri dhe peshk. A ke gjuri një herë peshk këtu? Ha? Ja. I madhi. Nuk jam i peshkut. Ja, si e i peshkut e Qazimi, ha? Shumë aknaqësi që të takova këtu, sinqerisht nuk e dita. Mu më tha Elidoni që e kemi këtë djalin që këtu. Dhe është vërtet kënaqësi dhe kam shumë respekt për familjen tuaj. Turoj.